Një nën kundër gjithë botës, momenti kur Selina u mor nga shtëpia në një nga momentet më të forta dhe më të ndjera të Big Brother VIP Albania, publiku u përballë me një skenë që shkoi përtej lojës dhe spektaklit. Nuk ishte më thjesht një reality show, por një realitet emocional që preku çdo zemër. Hyrja e nënës së Selina në shtëpi për ta marrë vajzën e saj pas asaj që u përshkrua si bullizim në 48 orët e fundit. Atmosfera ishte e rënduar. Ditët e fundit kishin qenë të vështira për Selinën. Fjalë të rënda, tone të ashpra dhe situata që kishin kaluar kufijtë e lojës kishin lënë gjurmë tek ajo. Publiku e kishte parë ndryshimin nga një vajzë e fortë dhe e buzëqeshur në një shpirt të lodhur që përpiqej të qëndronte në këmbë mes presionit emocional. Dhe pastaj, dera u hap. Në shtëpi hyri nëna e saj. Jo si pjesë e spektaklit, por si një forcë që nuk njeh rregulla kur bëhet fjalë për fëmijën e saj. Me një qendrim të vendosur dhe me sytë plot shqetësim, ajo nuk erdhi për të bërë show, erdhi për të mbrojtur. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta, pa filtra, pa frikë. Vajza ime është bullizuar dhe unë nuk mund të lejoj askënd të flas në atë mënyrë me të. Në atë moment, ajo nuk përfaqësonte vetëm veten, por çdo nën që nuk pranon të shohë fëmijën e saj të lënduar. Selina, e përballur me tërëmën, u thye emocionalisht. Forca që kishte treguar deri atë moment u zëvendësua nga një përzierje ndjenjash, lehtësim, dhimbje, dashuri. Sepse kur një nën shfaqet në momentin më të vështirë, të gjitha muret bien. Vendimi ishte i qartë, ajo do ta merrte vajzën me vete. Ky ishte një moment që theu kufijtë e formatit. Sepse loja, sado e rëndësishme të jetë, nuk mund të vijë kurrë përpara mirëqenies emocionale të një personi. Nëna e Selinës e bëri të qartë këtë mesazh, jo vetëm për banorët brenda shtëpisë, por edhe për publikun jashtë. Ajo tha se do ta marrë vajzën në shtëpi, do të flasë me të qetësisht, larg kamerave, larg zhurmës, larg presionit. Sepse disa biseda nuk i përkasin publikut, ato janë për zemrën, për familjen. Ky veprim ngriti shumë diskutime. Disa e panë si një ndërhyrje të drejtë dhe të nevojshme. Të tjerë mund ta shohin si një ndërprerje të lojës. Por në thelb, ky ishte një akt dashurie. Dhe dashuria e një nëne nuk negociohet. Në fund, ajo që mbetet nuk është loja, nuk janë debatet apo strategjik. Ajo që mbetet është një nën që hyri në një shtëpi plot kamera dhe doli prej andej me gjën më të çmuar, vajzën e saj. Sepse mbi gjithçka vjen njeriu. Dhe mbi çdo rregull vjen zemra.